Maturantët në Shkodër kanë përfunduar sot provimin e gjuhës shqipe dhe letërsisë, një nga testimet më të rëndësishme të maturës shtetërore. Pas ndaljes nga qendrat e provimit, shumë prej maturantëve u shprehën se teza ishte një niveli mesatar vështirësie dhe se temat e përfshira ishin në përputhje me programin mësimor. Pjesën e letërsisë na ro Prometeu i mbërthyer. Pjesa e gjuhës ishte shumë e thjeshtë, pjesa e letërsisë kishte ato vështirësitë e veta, por mendoj se ishte në nivelin mesatar. Shpresoj ndohen tonë mirë. Unë personalisht kam thonë që letërsia ka me mu duk mua vështira, por me që pova sat, a din mendoj se edhe mund t'jena friksu kod deri një pjesë, sepse niveli që bëjmë shkolla pak më i nalt, edhe këto mendoj se kena arë shumë përgatitun. Provimi ishte i thjesht, kishte nivel vështirësia mesatar, po ashtu nëse ke arrit me mësu gjatë 3 viteve, mund të arrije një notë kënaqshme. Kishte nivel mesatar, përderisa kishte nivel mesatar, normalisht edhe arrit me që dalim edhe t'jena një notë mirë besoj. Po e me thonë drejtën në krahasim me të anglishtës, nivelet ishte shumë më i lehtë, për një nxënëse po them vetjen time se jam për te nivelit mesatar, nuk ishin gjona që nuk i kishin bë, ishin vepra të bëmuna, që besoj si ishte ma poshtë se mesatare, për të nxënëse. Tona qarta, tona pyetjet, si të gjuha ashtu edhe të letërsia. Provimi ishte shumë i lehtë nga që edhe kena mësu, jena përgatitur për këtë ditë. Ishte shumë i thjeshtë. Provimi ishte i lehtë, domethënë kishte pak vështirësi, por kena kalu, domethënë kena pas profesorët ishin të mirë tona, por shpresojmë se e kalojmë. Niveli i vështirësisë i letërsisë kanë pak më vështirë, po shpresojmë se mirë kena me dalë kësaj herë. Procesi i zhvillimit të provimit u zhvillua normalisht dhe pa probleme të raportuara në qendrat e provimeve. Tashmë maturantët do të vijojnë përgatitjet për provimet e radhës, me synimin për të përmbyllur me sukses një nga etapat më të rëndësishme të jetës së tyre shkollore.